حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. E falenderojmë Allahun e madhruar, krijuesin e gjithësisë, Zotin e të parëve dhe të mramëve, Zotin e çdo krijese. Ai është Zot në qiell, ai është Zot në tokë. Ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet e të madhrohet. Bim salavat dhe selam mbi më të dashurin e tij, pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mbi njeriu i cili më së shumti punoi për fjalën la ilaha illa Allah. Mbi njeriu nëpërmjet të cilit Allahu na nxorri nga errësira në dritë. Na sqaroi hakun, të vërtetën, realitetin, na mbush zemrat me dritë, me nuri qiellor. Paqja dhe shpëtimi i Zotit, salavati dhe selami qofshin edhe mbi familjen e tij të pastërt e fesnik, mbi shokët e tij të sinqert, dhe mbi të gjithë ata muslimanë të cilët ndjekun dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj, të nderuar vëllezër dhe motra musliman, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në misionin e 65 të radhës të pyetjeve dhe të përgjigjeve të juaja. Shkojmë të pyetja radhës për ta shfrytzuar kohën në mënyrë që të marrim sa më shumë pyetje që është e mundur. Dhe gjithherë kërkojmë falje dhe lypëm halal nga ata të cilëve po ju mbesim borxh e nuk po mundemi të përgjigjemi pyetjeve të tyre, por i premtojmë me emrin e Zotit se ne në vazhdimshmëri në çdo emision marrëm nga një numër të pyetjeve, e dikuj vanohet më shumë, e dikuj më pak, por të na bën halal dhe shpresoj që të kemi mirë kuptim. Duke mbështetur Allahut dhe duke kërkuar prej tij ndihmë dhe lehtësim, shkojmë te pyetja e parë e radhës, e parë e këtij emisioni dhe themi se: Përshëndetje hoxhë nderuar, jetoj shumë vite në Gjermani dhe kam filluar të falem që 3-4 muaj. Elhamdulillah, prej Allahut azza wa jall. Elhamdulillah, natën dhe ditën. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Nuk di mirë të falem, sepse kam mësuar nga YouTube dhe nga interneti ato çka di. Punoj në një fabrikë me 3 ndrrime, paradite, mbasdite dhe natën. Ndeshta ta di se si mundem me fal vakte të cilat jam në punë, a bën me fal gjatë kohës sa jam duke punuar në këmbë, sepse nuk po gjej rrugdalje tjetër. Ju faleminderit për mirëkuptim. Allahu ju shpërbleft. Edhe ty Allahu të shpërbleft, që na gëzove, që pas ke fillu me fal namaz, edhe sa shumë gëzohemi kur një vlla, një motër fillon me fal namaz dhe që të kryt në sejdë la ilaha illallah. A ka diçka më të mirë se sa namazi? A ka jetë pa namaz? A ka xhenet pa namaz? Cilla derë xhenetit hapet pa namaz? Qysh me shpëtu prej dënimit të varrit, prej dënimit ditës së gjykimit pa namaz? Qysh me shpëtu prej dënimit xhenemit pa namaz? Qysh? Allahu i drejtoft ata të tjerë të cilët nuk falin namaz. Dohet më bëj çarën i nderuar e me gjetë ndonjë kohë për me fal namaz kur jenë punë. Nëse nuk gjen asnjë kohë kur jenë punë, në asnjë mënyrë, atëherë
falësisht e vetë në kam, respektivisht me sharete, apo ullun, jenë fabrikë, jetë punu dikon, falësh dreken, pastaj qindin, apo akshamin, apo cilën kohë të imponohet, e pastaj, unë kisha thonë, me bo kaza edhe njëherë, kër shkën të shtëpia jote. Por, mundohu me gjetë vend, hapësirë, mundësi me falë namazin në punë. Këmë të qilë Zotë udhë. Allahu ka thanë, wa me jettëqi Allahe, yaj'al lahu makhraja. Ai cili tutët Zotit, Allahu ka me qilë udhë atina. Ka me qilë udhë, ai që ka për një me, ai që është i lidhur me Allahun Azza wa Jall. Allahu ta letoft, ja Rabbil Alamin. Hoxhë nderuar, jam një vajzë e re dhe shkruaj shumë. E shkruaj çdo gjëje, tërë kohën e lirë shkruaj. Shkruaj poezi, ese, virsha, vetëm fjalë, shkrime shkollore, të gjithë dinë se shkruaj dhe i lexojnë shkrimet e mia. Dua ta di se a kam gjëna që shkruaj, nga se të tjertë, kur më dëgjojnë më thojnë se je talentuar dhe ëndra ime është që ndonjëherë të kem një libër timin. Jo gjëna, po është sevap. Allahu të ka dhënë talent, të ka dhënë aftësi dhe përdori ato aftësi dhe atë talent që të ka dhënë Zoti në rrugë të hajrit. Ani pse dhe në proza dhe në poezi apo në forma të ndryshme, por gjithmonë me qenë brumi e asajna që a shkruan të tema që është jellën me qenë pozitive e jo negative. Pozitive është fjala me qenë Zoti i kënaqur me te dhe me qenë në interes në dobi të shoqërisë. Sepse jo çdo roman dhe jo çdo virsh është të dobishme për shoqëri dhe jo me çdo shkrim është i kënaqur Zoti. Sa virsha, sa proza, sa poezia janë kundërshtim me parimet qiellore, flasin edhe përhapin antivlera. E zbukurojnë dhe hieshojnë të keqen. E urrejnë dhe mundohen ta gjymtojnë dhe ta shëmtojnë të mirën. Gjithsesi ata që është me vlerë. E muslimani talentin e vetë që ka dhënë Zoti e përdor në rrugë të Allahut Azza wa Jall dhe në dobi të shoqërisë. Dhe kjo janë mirë. Dhe inshallah kimë pas edhe librin tonë, jo një, po më shumë se një libër. Inshallah taala. Mundohu me shkru edhe për dunja, por edhe për ahiret, për din. Me dalë me meditu për natyren, për krijuesin e natyrës, për familje, për prind, për mësues, për libër, për shkencë, për dije, për gjëra të mira me shkru. Ja bën njerëzve qartë se të në këto e ka një krijues. Me pas ai brumi me qenë pozitiv shtash pak më herët. Allahu të ndihmoft. Hoxhë i nderuar, kam një pyetje lidhje me faljen e namazit për shkak të gurit, të gjurit. Nuk mund të ulem të bëj sejdë, por dua ta di a lejohet që kur falem në karrik të ulem të bëj sejdë, a mund të vendoj duart në tavolinë pres përgjigje e jo. Pra, i falet që shto, ullën karrik, e duart në tavolinë e me qitë krytësisht. Jo, nuk pan. Ja, tavolinë s'ki pun kur gjë. Tavolinë nuk i pun kur të falë namaz. I lidh dorët që shto, e kthesh pe kibles, edhe kënën Fatihan në sure. Ta në që ka bërë ma surës, bjen ruku. Ruku bjen që dorët të gojt edhe Allahu Akbar, kërrusesh apo gërbadhesh. Thu subhana rabbiyal azim 3 herë. Pastaj, semi Allahu limen hamida, rabbena u lekal hamd, prap ulesh
vetëm se ul kryt hala më poshtë sa në ruku. E ul kryt më poshtë sa në ruku dhe thos subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Allahu akbar. Prap bjen, prap qohesh edhe kryen recate. Sejdën e dallon për rukus pak se bjen më shumë, po nuk e çet kryt tavolin asnjë stek as kërkon. Asnjëherë. As ka nevojë dur kështu mi qit, s'ka nevojë. Po dorë të ma mi goj, veç kërrusesh, kërbavash, pak ma shumë. Më rëndësi është namazin me falë. Selam aleikum e gjëndëruar, kam dy pyetje. Nëse jam natën vetëm në ndonjë dhumë, kam frikë. Këtë frikë kam që nga mëte. Arsyeja është se jam kanë vetëm në dhumë dhe ka ra çanta e shkollës prej vitrinës dhe prej ati dakike kam këtë frikë edhe pyetja e dytë, a është haram me falë 5 vakte namaz dhe me okani dashuruar në një vajzë? Faleminderit hoxhë nderuar, inshallah me pranohen këtë pyetje dhe me përgjigjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mos u bë toz pa bënë trem. Se më bë toz, tuta nuk ka ilaç, edhe tani këtu nuk tjeke deri des. Ora çanta, ora çdo trup fizik në këtë dynja është një lëvizje. Çdo trup në këtë dynja është një lëvizje. Lëvizje është. Bjen, puf, kanë hermal teri, bjen pes në altit poshtë. Bjen. Lëvizje është, po ne nuk e vrej me shqisat tona. Pra dhe çanta, ka pak për 3 orë, për 5 orë, për 7 orë, të ndryshu e gjendja saj, të ndryshu, të ngri graviteti poshtë, pak ka me të hapsirë, të ngri dhe bjen poshtë. Bëm, edhe ty tut. Po s'ka nëjë më tut. Edhe nëse, ti mendon se ka shty dikush pe gjenve me tut ty, për nami se ba. Thuja udhu billahi, mine shejtanë rajim, edhe kur që. Nuk e nevoj më tut. Allahu e në gjennet qoftë. Hoqë dëruar, e kam shumë të vështirë të bëj këtë pyetje, por po marrë fëqin. Kam gabu dhe jam pëndu, por kam bërë amoralitet, a me falet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, e ka ma keqe sa zinaja, e ka ma tërshme sa zinaja, zoti jam. Zinaja është rënd. Nuk ka krimat madh se sa zinaja. Alladhina yad'una ma Allah ilahan akhar wa yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Kur të cek Allahu rab të ti të devotshëm, الذين لا يدعون مع الله إلها آخر, ata të cilët nuk I bojnë Zotit shirk. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, dhe nuk e mbytin njeriu pa hak, nuk vrajnë. ولا يزنون, dhe nuk bojnë zina. Ka cek mëkatet e rënd, që ka thoni Imam Mahmedi, I ka mëkatet e mëdha rënd në këtë ajet koranor. Shirku, vrasja, zinaja. Për ata, a I ka thoni bekuari, nuk di që ka në librin e Zotit gjunah më të madh se sa zinaja pas vrasjes. Dhe ka cek këtë ajet koranor. Dhe hadithe tjetër I pejgamberit që është ngjajshëm me këta, me kuptimin e ajetit koranor, hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mëkati më I madh është an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, me I bë Zotit shok, ai të ka kriju, nëndë, an taqtula waladak makhafatan an yut'ama ma'ak, me mbyt fëmijën tënd nga friga se po të han ka fshatën e gojës, vrasja, dhe nëntre an tazan an tazni
mbi halile të gjarek me bo zina me grunë e këshis, por esenca është zinaja, tani ka cek shkallën më të rëndë që është e këshia, për të në llojeve të zinas. Allah në ruaj sepse sa 40 zina tjera është një zina me grunë e këshis, apo me familjes këshis, me qikën, me dikana, me grunë në kryesorja, se tani ka dhe hërmetin, ka haramin edhe plot që është grua e martuar, është mëkat i madh, sepse është shëjtëria këshis, obligimi i këshis, se të që tjetë, pra Allahu shirkun e ka radhit, pastaj vrasjen, pastaj zinan. Illa men ta, për pas atyne që pëndohen të Allahu. Illa men ta, mu pëndu të i madhi Allah. Dhe ne dim, parimisht të ndëruar, se nuk kam katë këtë dënja, që nuk e falë Allahu Azza wa Jall. Për atë arsye dohet me shfrytzu këtë rahmet, këtë derë të madhe të Allahut, të rahmetit që ka qelë Zoti për robët e tina, e që është pranimi pendimit, Allah pranon pendimin e robëve, apo ndaj robëve, apo për robëve të tij të devotshëm, të cilët kthehen te Zoti Azza wa Jall, bjerë istikfar shumë, kërko falje shumë të Zoti, deri të vdes. Deri të vdes me kërku falje të Allahu, e më pëndu të madhi Allah për gjënajnë që e ke ba. E dyta, mundo me punu punë të mira, që mi fshi punë të këqia, në veçanti kitë keqe, se Allahu ka thonë, innal hasenati yudhhibna sayyi'at, puna e mira, apo punë të mira, veprat e mira, i fshin veprat e këqia. I fshin veprat e këqia. Dhe e treta, mos të rega kërkujna në këtë dynja, për mëkatën të cilën i ke ba, se pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan ila al-mujahirin, krejt ummetit tim vjen shprehje ka mundësi mja falë Zoti, për pas atyne që bojnë haptazi mëkate. E prej mëkateve haptazi në kalë Zoti dikujna, edhe ka në hadithit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që dirë punë e robit Zotit, aje bën mëkatin natën, Allahu e mbulon. Natën e mbulon e ka mbulu me rësirë, e ka mbulu Allahu, nuk që kërkush, të qojë sabah, ditën dhe i të regon njerëzve, bona me filanën kështu, bona me filanën kështu. Po qysh po të regon ti punë të në dyta që i ke bo. Allahu ti ka mbulu, ti po i të regon. Shtinën dhe deri në kiamet, Allahu na falë t'ja Rabbil Alamin. Selam alikum, hoxhë nderuar. Deshta me ba një pyetje që pa mundon shumë. Kam qenë i fijuar e tash jam nda. Arsyeja që jam nda ka qenë rruga jo e drejt e vajzës, maltretimet si financiare ashtu edhe psikologjike, sociale. Tash jam pishmën, mos u desht me ba më shumë, por vën. Tash të lutem një përgjigje se a jam fajtor apo çka me ba, ju faleminderit. Të nëse njën vetën keq para që t'japet, marrë sa. Dhe thuj, unë do shta e mgut, por unë jem gjendje me bo një kompromis, me lëshupe, nëse i e gachme me ardhë, dhe i e gachme dhe ti me bo ndryshime. Thuj, në ashtë të këthehet. Mësë të këtheft, Allahu e qoftë në herata edhe ty. Për shumë herë ndodhe në sa raste, ku nga ngotia, nga mëspjekuria, marrën hapat të dëmshëm, që vjen deri të ndarja, por dashuria ju mbetet. E tani e kujton dashurin dhe vunë për te. Për atë arsye do të më bëj sabër. Të më bëj sabër, sepse as nuk mund të shtin zemër kanë dush, kur të dush, dhe as nuk mund të nxjerr kur të dush dhe kanë dush. Të mbetet në zemër. Bën sabër. Kam një breng hoxh këtu në qytetin ton, dal nga njëherë me disa shok, por fatkeqësisht prej tyre asnjëri nuk është udhëzuar. Kam dëshirë të madhe të bëj davet vazhdimisht, por nga njerë me duket se i shkojnë nerva atyre dhe ka edhe raste që me kritikojnë se po na flet vetëm për fe. Pyetja ime është se t'ja bëj, sepse kur dal me ta, ata flasin vetëm për sendet kota, po më mirë të them për harame dhe nuk mundem të toleroj.
A duhet të rralloj davetin, apo çka të veproj me nevojitet këshilla juaj, Allahu në xhenet qoft. Amin ya Rabbi, edhe ty Allahu në xhenet qoft, e ata shokët e tu Allahu i drejtoft, e udhëzoft, e ty e ndin të forcoft. Shoqëria janë element për elementeve kryesore në formimin e personalitetit dhe që besa edhe në botën tjetër për masanaj, sepse njeriu është e pamundur pa u ndiku prej shoqërisë. Ata nuk e traditë kimetin që të përmendosh vlerën, që të përmendohesh me i qitë në rrugë të Zotit e me ta pa hajrin, nuk janë duke e vrejtur, por mundohen me të ngrehty. Për atë arsye, do të më qenë shumë i kujdesshëm. Me atë po duhet të thonë me këtë, se ti matë vetveten tënde. Nëse nuk pjalen fjala jote fare, nëse këshillat tua po shkojnë kat, po hin këtë vesh, e po dalin këtë vesh. Dhe në anën tjetër, po ke frikë se ata po të marrin, po mënohen me të marrë, me të ngrej për veti, largaho, distancohu. Por nëse sheh se ti je i fort, dhe se ata nuk i lijenti me bojë çka të dojnë, por po thu megjithatë prapë se po bëjnë harame. Dhe mërmejnë që ka nevojë edhe pak me nejt me ta, për mi fol për din, por rreziku është prezent. Për atë arsye një prej elementeve tepër të rëndësishme në ndryshimin e njerëzit është që ta ndryshojë edhe shoqërinë e tina pasi që të udhëzohet. Veçanti nëse është i dopt para sa shoqëri, për shembull është vetën, ata janë shumë, ose kë nuk e ka atë imunitet, nuk e ka atë emën, nuk e ka atë famë, atë autoritet, ku me ditë sa të madhë të ata shokët, por ata e marrin për kam, bojnë hajgare me ta, në këtë rast më mirë është me u tërhiq për asaj shoqërie se sa me nejt me ta. Allahu alem. Kam një pyetje për ju, jem nga dhe në borën e xhamisë gjenden disa vorre dhe nga disa njerëz kam dëgju se nuk është e këshillueshme, gjithsesi, domethënë nuk është e mirë, ka për qëllim me u fal në xhami që ka në barvorë. I lutem, kam nevojë një përgjigje të saktë, a bën apo nuk bën me fal në xhami? Po, bën me fal në xhami. Pse të bëktën që mëse kanë bën me fal në xhami, ata xhallarë shin fala, ata xhallarë janë, e nuk janë sodit, ka xhallarë që 50 vjet, 100 vjet, 200 vjet, para se me bua të vorë, mas jenë bëhe. Vorët është gabim që në xhami nuk diskutohet. Xhamia dhe vorët nuk kanë të bëjnë kur gjë mes veti. Vorët e kanë vënë vet, xhamia ka vënë vet. Por çka e bën njerëzve që kaç kanë men? Logjikën e kanë shkurt. Kanë herë i merr përpara unë i tyne, epshi përpara i qen. Edhe për nati, pa të vetë hiç, shkon e shtin babën e vet e dikon dhe aty. Me marr myt njerëna. A derdhëm gjak tash për atë meselë, çfarë më bën? Por neve në xhamin nuk na e bonit pavlefshme, gjithsesi nuk na pazulloi legitimitetin me fal në xhami. Me fjalë tjera, në rregull tregoj dhe këtë rregull e praktikon kudo që ti jesh në çdo xhami këtë dynjë. Sa përket vorrit dhe xhamisë. Nëse sa përket vorrit dhe xhamisë, ose përpara është vorri, pastaj xhamia është ndërtuar për shkak të vorrit. Të mendon se është vani më i bekur se është aty filani. Ose e kundërta, xhamia është, por është varros dikush. Edhe në xhami mrana pa flas, Elena bër, varros mrana. Ose para ose dyta. S'ka ka mantër ka. Nëse është në parën, në herë vorri, pastaj është xhamia për shkak vorrit, që nuk quhet xhami, kjo tyrbe. Populli nuk thot xhamia sajna. Populli shqiptar tonë thonë tyrbe, apo e thonë teçe dervisht. Në për teqe ka vorre, në për tyrbe ka vorre. Po e nuk e kam në xhami. Aty është haram më fal. Pse? Se nuk ka xhamia ja. Zoti nuk e thon xhami, edhe nuk është xhami, sepse ai marru për hir të trupit, të shpirtit të vdekur, se marru për Allah. E ne nuk i madhrojmë të vdekurit, ne madhrojmë Allahun. Por nëse ndodhe kundërta, nëse xhamia është kanë marru musliman xhamin. Ka ardhur dikush me dhunë, e shtin dhej. Ose me dhunë, ose i bid njerëzit se kë meriton me kanë dhej, me kanë i varrosur në xhami. Në këtë rast, xhamia çka ka faj? Xhamia s'ka faj. Ka faj ata që kanë varros të vdekurin. Por i vdekuri o varros për xhami, por xhamia nuk ka marru për to.
Për të arsye xhamia e ka të shitrin e vet hala, e ka hërmetin e vet hala, dhe ne me plot të drejt falim në xhami. Edhe këtë llojin e dytë, ki plot botën arabe xhamia të tilla. Me Siria tjen, me Egjipt, Jordan, plot shtetën botën arabe qytete ki këtij lloji dytë ku është xhamia, e pastaj e kanë fut dikën e kanë varros. Njëjtën gjë në xhami, njëjtën gjë edhe në bar xhamis, ne nuk na pengon, sepse xhamia është marrë me madhru Zotin, por dikush ka dalë nga mosdia, nga inati, nga mendje madhësia, ku ta dim ne, e ka varros të vdekurin në bar xhamis, nuk pengon as pak me fal namazin aty. Hoxhi desha të di se çfarë dënimi kanë magjistarët në shariatën islam. Në shariatën islam, jo në kohën tonë, se na s'kem shariat këto. Në shariatën islam, magjistarëve i heket kujt me shpatë. Në shariatën islam. A në këtë dunja, nuk kemi në këtë dunja, në kohët të sotit, në vendin tope do me thonë, s'ki që e bën sen. S'ki që e bën sen. Shkëm të pyetja radhës, hoxhi nderuar, Allah shpërbleft në xhenetin Firdevs. Nuk shkon ditë as natë që nuk ju ndëgjoj dhe mësoj shumë për juve, elhamdulillah për Allah. Do të them elhamdulillah për Allah. Allahu të rujtë ty dhe tonë musliman. Jam 26 vjeçar dhe fali vaktet namazin që e kam mundësi elhamdulillah. Jetoj në Zvicër dhe kam 2 pyetje. Jo që kam mundësi, mëse më thuj po e thuj fali 5 vaktet namaz ditë. Le që kam mundësi kemi fal të natë. Që kam mundësi. Dajt e nanës tem, pyetja parë, e ka një tyrbe, haj me det, haj. Dajt e nanës tem, e ka një tyrbe dhe aty janë një 2 gjenazë. Në thash pak mërë, për shë sikur me këndit, që kena punë në tyrbe. Xhamia që ndërtohet, pa nervore, që e ndërtohet xhamia nuk që xhami që tyrbe që. Dajt e mi, dajt e nanës tem, e ka një tyrbe dhe aty kanë 2 gjenazë. Po thojnë se 400 vjetë janë të vjetra dhe ato 2 persona janë babë e birë. Janë kanë shumë të famshëm. Familja e nanës thojnë se shumë njeriu t'i kanë ndihmu tyrbja po bre, po qysha. S'ka smuj këtë dënja që nuk t'a shërën ty. Tyrbja ndihman, musjel 3 herë rreth tyne, me bo shirk, kjo shirk. Dhe me bo lutje rreth atyne 2 gjenazë. Unë i kam thonë nanës tem, se nuk është e lejuar, se është sillaj, jo lloj sillaj, po shirk, zemra e shirkut është që kjo. Jo sillaj, po zemra e shirkut është që kjo. Me thonë e me mendu se tyrbja të ndihmon, se vdekurit ndihmon, se me shku më sjell aty. Dhe kam thonë mas mirti me bager me rafshua tyrbe. Nana i më bo nervoz me fjalët e mia. A kam fol gabim. A kam hyrë gjëna me nanën time edhe pse mendoj se kam fol mirë. Dhe pyetja e dytë është, sebeb punës nuk kam mundësi çdo namaz me fal me kohë, kështu që në mbrëmje fali vetëm farzin, namazin farat që s'kam mujt me fal me kohë. A është ky veprim rrugëmbar, a mos po gaboj me faljen e vakteve farz në mbrëmje, që më kanë mbet gjatë ditës se falenderoj nga zemra për përgjigjet Allahu ju shpërbleft me xhenet. Amin, inshallah edhe ty Allahu të shpërbleft me xhenet. Jo, me bagana nuk mundna me prish ato tyrbe, sepse ne nuk jem pushtet. Nuk jem pushtet, na me prish tyrbet me bagera, me shkaktu belanve që anti njerëzit preken, dirë dhe gjaku, përqahen njerëzit e runaz dhe dirë dhe gjaku gjallë dhe për vdekun, s'ja vlen. Nuk ja vlen për të mi bind njerëzit. Dhe mi bind me tha nanës, mirë i vdekuri, që ka ndorë? Ja ka një famshëm, për ti të ka i famshëm. Edhe Stalini, Elenini, edhe Enver Hoxha. Të famshëm. Së është i famshëm, nuk do thëtë që ka një mirë. Ja ka në dhe i mirë, ku për din, kanë famë. A baki me ka një mirë në sytë tonë e të zotë i keqë? Po, mirë, edhe në koftë ka një mirë edhe të zotë e të këni. A ka vdek? Po. Qa ka ndorej mas vdekjes? Qa ka ndorë? Shirku është që kë? Që kë është shirku? Zemra shirkut është që kja. Me shku me kërkue ilaç prej dikuj tjetër pas Zotit. Në këtë rast për tyrbes. Kjo është zemra shirkut.
Allahu na rujt ja Rabbi. Allahu të boft sebeb me drejtu nanën tane, e ta dajtu ja Rabbil Alamin. Nëse përket namazit, fola pak më herët, kur ishte pyetja më herët, mundohu namazin me fal me kohë, qoftë edhe me isharete, me sinjale. E pastaj i kam benzën, apo i bën edhe një herë kaza të shtëpia, qoftë që ki mundësi me fal çfarë do mënyre në punë, Allahu të qeltoll ty ja Rabbi të forcoft edhe tanë muslimant, Zoti din më së miri, wallahu alem, dhe deri në emision në ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.